Pas rreth 2 javësh betejë me flakët, situata e zjarreve në qarkun e Lezhës është normalizuar. Operacioni ka përfunduar pas ditën e së hënës me shuarjen e vatrës së fundit në fshatin Tene të Mirditës. Përgjatë këtyre 2 javëve, strukturat e emergjencave civile janë përballur me një situatë të vështirë me 10 vatra zjarri të shfaqura në zona të ndryshme të qarkut, në territorin e Mirditës, por edhe në Lezhë dhe Kurbin. Në operacionet për shuarjen e flakëve u angazhuan një numër i madh forcash dhe mjetesh. Përveç shërbimeve zjarrfikse të bashkive, në terren u angazhuan edhe forca të forcave të armatosura, ndërsa në disa raste ndërhyrja u krye edhe nga ajri përmes helikopterëve, për shkak të terrenit të vështirë dhe përhapjes së shpejtë të flakëve. Një nga zonat më problematike gjatë kësaj periudhe ishte Mirdita, ku zjarret rrezikuan disa fshatra dhe banesa. Në disa raste u desh dhe evakuimi i familjeve, ndërsa terreni i thyer malor vështirësoi ndjeshëm ndërhyrjen e mjeteve zjarrfikse. Tashmë që të gjitha vatrat janë shuar dhe pritet të nisë një bilanc më i plotë i pasojave. Deri tani nuk ka një vlerësim përfundimtar të dëmeve të shkaktuara nga zjarret, pasi strukturat përkatëse po ofrojnë verifikimet në terren për të përcaktuar sipërfaqet e djegura dhe dëmet në pyje, kullota, banesa apo prona. Nga hetimet e deritanishme, një pjesë e konsiderueshme e rasteve dyshohet se janë shkaktuar qëllimisht ose si pasojë e pakujdesis. Gjatë muajit gusht në Mirdit janë arrestuar edhe 2 persona të dyshuar për zjarrvënie. Me shuarjen e vatrës së fundit në Tene, pas rreth 2 javësh përballje me zjarret, operacionet intensive në terren kanë përfunduar. Megjithatë, autoritetet vijojnë monitorimin e zonave të prekura, pasi temperaturat e larta dhe kushtet e favorshme për përhapjen e flakëve mbeten një rrezik për riaktivizimin e vatrave.